Po pse këta që po u bën zgjedhje tani marrin 1% thon hajde bëjmë 4. Se kjo është shumë interesante. Pra është si thua të bësh trimin me forcat e tjera. Pra si ka mundësi që një parti e vogël, një parti që po themi ka humbur çdo lloj reputacioni që ka pasur për fajin e vet, për budallëqi që kanë pas bërë vet, delet thot dua prag 4%. Pra ose janë kamikaz, ose nuk kuptojnë janë naiv, ose që janë fjet perit. Ose, po dëgjoni çik. Ka një hile këtu mbrapa, dhe hileja e cila është? Këta nuk kërkojnë vetëm prag 4%, por kërkojnë njëkohësisht njohjen e koalicioneve parazgjedhore. Çdo thotë që 10 parti bëhen bashkë, ndërtojnë një koalicion, dhe koalicioni ka një prag. Pragu mund të jetë 4, 5, 6, 7. Mirë po, koalicioni nëse ka një parti të madhe brenda, e kalon pragun, s'është problem. Dhe shtrohet pyetja, po partitë e tjera koalicionit, sa është pragu? Dhe sipas këtij propozimi, për këto parti nuk ka prag. Futen automatikisht. Nuk ka prag. Pra, po nëse Sali Berisha, Adriatik Lapaj e të gjithë tjerë bëjnë një koalicion dhe hynë në zgjedhje, ky koalicion mund ta ketë pragun e 7%, pra ma partitë brenda këtij koalicioni nuk kanë prag. E nxjerrin një deputet me 0.7%. Lëvizja Bashkë që do hy vetëm zgjedhje, duhet kapi 4. Ne që do hym vetëm e kemi 4. Ata që po duket që do hynë me Berishën, drejtë merrve hynë dhe me Ramën, se skrupull moral nuk kanë, për këta nuk ka prag. Më jep idenë që po bëj luftë horizontale mes tamam për sulmuar atë që është konkurrenti drejt për drejt, nuk e ka ambicin për të goditur më të madhin. Ky është një propozim që është të rrisim pragun dhe njëkohësisht të lejojmë koalicionet parazgjedhore. Se po të ishte vetëm për rritje pragun, thotë, okay, janë naiv ose janë budallë. Nuk e kuptojnë që se kapin dot vet. Po mirë, veten vrafshin, le të vazhdojnë. Por hileja qëndron që bashkë me këtë propozim është dhe propozimi i dytë, lejojmë koalicionet parazgjedhore, që thotë, po hyre në koalicion me Berishën apo Ramën, ty duhet 0.7% votave për nxjerrë një deputet. Po hyre pa Berishën dhe Ramën, të duhet paktën 4%.